Në Vlorë, shumë të rinj kanë gjetur veten tek besimi duke nisur predikimin e fesë islame. Ardhito Zllaku, miftiu i Vlorës, tregon se numri të rinjve që bëhen pjesë e besimit fetar është i konsiderueshëm. Kjo për arsye pasi sipas Zllakut këta të rinj tek feja mbushin boshllokun shpirtëror, duke kuptuar se këtë boshllok nuk e plotësonin dot as me përdorimin e alkoolit, lëndën narkotike apo kumarit. Po Zllaku thotë se ky interes është gjithmonë edhe më shumë në rritje. Interesi është shumë i madh për arsye se të rinjt kanë filluar të kërkojnë të mbushin një boshllëk shpirtëror, të cilin tashmë e kanë kuptuar një pjesë e mirë që nuk mbushet as me përdorjen e alkoolit, as me lëndët narkotike, as me bigjozin, as me diçka tjetër, sepse Zoti e ka krijuar që atë shpirt ta mbushesh me atë të mirën, me atë që ka dhënë Zoti. Kemi një kërkesë shumë të madhe nga të rinjt, një interes shumë të madh, patjetër që kjo don kohën e vet dhe gjithmonë kur flasim për atë të rinj që kanë ngel në Shqipëri, sepse pjesa më e madhe të rinjve, siç e dim, janë larguar për shumë shkaqe që tashmë ne i dim në Shqipëri. Po çfarë gjejnë ata te besimi? Gjejnë qetësinë shpirtërore. Myftyu Zllaku thotë se tek besimi besimtarët gjejnë qetësinë shpirtërore. Sipas tij, besimi i drejton ata drejt një jete pavese. Feja i ndihmon besimtarët sipas Zllakut të largojnë stresin e jetës së përditshme, duke u bërë njerëz më të mirë dhe më të lumtur. Besimi i drejton për tek qetësia shpirtërore dhe për tek shkarkimi i streseve të tepërta që njeriu mbar gjatë gjithë ditës apo edhe jetës së tij. Patjetër, prandaj edhe gjejnë atë qetësinë shpirtërore, sepse njeriu qetësinë shpirtërore gjen aty ku e ndjen veten mirë. Zllaku pohon se shpesh rinia nuk e kupton se në çfarë gjendje është, sipas tij të rinjt ngarkohen nga rrjetet sociale, përditshmëria dhe shkojnë drejt veseve, ndaj numrit të rinjve që i drejtohen besimit duhet të jetë edhe më i madh, pasi do të gjejnë aty harmoninë dhe lumturinë shpirtërore. Më të shumë patjetër që duhet të jetë numri, por kjo gjithmonë varet edhe se sa jemi të zot ne ta approçojmë mesazhin ashtu siç duhet tek të rinjt dhe të rinjt sa janë të prirur për ta kuptuar se si duhet të ndjekët rruga për të gjetë qetësinë shpirtërore, për arsye se rrjetet sociale janë shumë të ngarkuara, jeta e përditshme është shumë e ngarkuar dhe shpeshherë kjo rini nuk e kupton se në gjendje jashtë. Shumë prej të rinjve besimtarët, të cilët kanë nisur vitet e fundit predikimin e fesë, kanë bërë një jetë më të qetë duke hequr dorë kështu nga veset.